që e ka ministrin e vet aty, përfaqësuesin e vet. Minimalisht ka edhe kryetar bashkie, ka edhe drejtor policie, të cilin e çoi tek një nga rajonet më të rëndësishme në Tiranë, rajoni numër 3. Pra, Banda Tropini e ka të vetin. Suel Qela ka jo vetëm Sara Milen, po ka edhe të tjerë aty. Hakmarrja për drejtësi, Bajrak, pra të gjitha bandat kriminale kanë në parlament përfaqësuesit e tyre. Ky është parlamenti që ka Edi Rama tani që neve flasim. Po, çfarë do prishte për shembull për majorancën një debat parlamentar, duke qenë se majoranca gjithsesi kishte votat për ta votuar qeverinë, opozita nuk prish dot punë duke folur për programin e qeverisë në zbatimin e atij programi. Pse të mos ketë as këtë hapësirë, se kjo i shtohet çështjeve të absurdit, si kjo që ndodhi sot me presidencën, ju thatë e pa imagjinueshme, kështu tha edhe kryetari i gjykatës kushtetuese për çështjen e mandatit Xhaçkës, nuk e imagjinoj dot sa që parlamenti ta rrëzoi me vot atë që thot gjykata kushtetuese, po këtu po ndodhin gjërat e pa imagjinueshme, njëra pas tjetrës. Patjetër, pra se Rama kontrollon të gjitha pushtetet, kontrollon më shumë pushtete edhe se Enver Hoxha. Çfarë i prishte punë? Thjesht nuk do më e bezdis Edi Ramën. Keni dëgjuar juve që para zgjedhjeve, se para zgjedhjeve të gjithë, edhe diktatorët kanë një program. A keni dëgjuar juve Edi Ramën të ketë të kishte një program elektoral para zgjedhjeve? Jo. Vetëm shau burrat, shau gratë, u mor me fëmijët e spektrit autizëm dhe tha që kjo është pasaportë, duke mashtruar, tha kjo është pasaporta europiane që do t'ja u siguroj unë. Pra s'kishte program. Nuk e di nëse ju keni pasur rastin që t'i hedhni një sy atij librit që na sollën neve, atij bukletit që në thuhet që kishte programin e qeverisë. Nuk di, unë nuk pash asgjë konkrete, nuk ishte asgjë të shkruar, ishte i shkruar keq, ishte i shkruar me gabime, dhe vetëm po të futesh të kërkosh me inteligjencën artificiale dhe me ChatGPT, po ta fusësh ato program, dhe ChatGPT-ja do të nxjerrë mashtrimet. Me që tha që do flas për inteligjencën